me emrin të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Dashur vllazën e motra, që sot po e festojmë të ngjiturit e Krishtit në qiell, 40 ditë masi u ngjall, Jezu Krishti fizikisht tërhiqet në qiell, por është me shpirtin e tij është në mesin tonë. Edhe ne, edhe gjatë meshës e përjetojmë praninë e tij, sa herë që pendohemi, sa herë që mendojmë me bë mirë, gjithmonë është shpirti i Zotit i pranishëm. Prandaj edhe ne në fillim të kësaj meshe t'i kujtojmë fajet, lëshimet, gabimet, jo që me mundu veten, por me njoft vetveten edhe me mujt me leju Zotit më na falë, më na ri për të ri. Prandaj të themi me zemër, po i rfehem e hyje të gjithë Pushtetshëm dhe ju vëllezër e motra, se kam pranuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me dëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj po i porositem se nuk e smari gjithmonë mirëgjë, të gjithë angujve, shenjtërve dhe ju vëllezër e motra, që të luteni për mua Zotit ju dorë. Hyj gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne, na i falë mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Amen. Lavdi hyjet lartësi qiellore. Të lutemi, o hyj gjithë pushtetshëm, bëj të galdojmë shenjtërisht dhe të falenderojmë, sepse ngjitja e Krishtit Birit të në qiell është ngadhnjim për ne gjymtyrët e trupit e tij, që jetojmë në shpresë edhe ne do të arrijmë atje ku ai na priu në lavditë e tij, në për Zotin ton Jezu Krishtin Birin tënd, që me ty jeton e mbretëron e bashkim me shpirtin shenjtë hyj, për të gjithë shekujt e shekujve.
Tulemi ta dëgjojmë fjalën e Zotit. Lexim prej Veprave të Apostujve. Në librin e parë të Teofil, fola për gjithçka Jezusi bëri dhe mësoi, qysh prej fillimit e deri në ditën kur u ngret në qiell, pasi që u dha porosit apostujve, të cilët i pati zgjedhur nëpërmjet të Shpirtit Shejt. Ai pas mundimit të vet, me shumë prova u vërtetoi apostujve se ishte i gjallë, duke u shfaqur për 20 ditë para tyre dhe duke u folur për mbretërinë e hyjet. Dhe njëherë, ndërsa po hante bukë bashkë me ta, urdhëroi të mos e lëshojnë Jerusalemin, por ta presin premtimin e Atit. Atë që dëgjuat prej meje, gjoni ka pagëzuar me ujë, ndërsa jo pas pak ditësh do të pagëzoheni me Shpirtin Shejt. Tani ata që ndodhen bashkë me të e pyeten: Zotëri, a thua do ta ripërtërish në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Ai u përgjigj: Nuk është puna juaj të njihni kohën dhe momentin që Atja ka përcaktuar pushtetit të vet, por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shejt, i cili do të zbresë në ju dhe ju do të bëheni dëshmitarit e mi në Jerusalem, në mbar Judin, në Samari, madje dhe gjerë në skajin e botës. Dhe kur i tha këto fjalë ndër sytë të tyre, u ngjit në qiell, dhe një re me njëherë u azuri para syve të tyre. Dhe ndërsa ata me ngulm shikonin se si ai ngjitej në qiell, ia bëhen dy njerëz të veshur me petka të bardha. Zun vend para tyre dhe u than: O burra Galileas, përse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky është Jezusi, që prej jush u ngjit në qiell, do të kthehet pikërisht kështu, si e pat se shkoi në qiell. Fjala e Zotit. Duar trokitni o popuj të gjithë, brohoretni hyjit me zë gëzimi, sepse hyji është i tej lartë, i tmerrshëm, mbreti i madh mbi tokën bardhë. Ngritet hyji me brohori, Zoti me zë trumpete. Këndani hyjit, këndani, këndani mbreti ton, këndani. Sepse hyj është mbreti i mbar tokës, këndani këngë me mjeshtëri, hyj mbretëran mbi mbar popujt, hyj re mbi fronin e vet të shenjtë. Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar hebrejve. Krishti nuk hyri në shenjtëroren e shenjtërorëve, të punuar me dorë, që është vetëm shëmbëllis, e thjesht e asaj të vërtetës, por drejt në qiell, dhe që tani të ndarmjetësojmë për ne para fytyrës së hyjit. Jo veç që shumë herë ta vlijoj vetveten, sikurse kryeprirti çdo vet hyn në shenjtëroren e shenjtërorëve. Me gjak të huaj për ndryshe i ishte dashur të pësoj shumë herë qysh shrejtëni të rruzullit, por tani
u dëftua një herë të vetme në mbarimin e kohës, për ta zgjësuar mëkatin me anën e flijimit të vetvetes, dhe sikurse njerëzve u duhet një herë të vdesin e pastaj vjen gjyqi. Kështu edhe Krishti u flijua vetëm një herë, për të shlyer mëkatet e të gjithëve, kurse të dytën jo më në lidhje me mëkate, do t'u duket atyre që presin për të qenë shëlbuar. Pra o vëllezër, duke pasur të hyrje të lirë në shenjtëroren e shenjtëroreve, në fuqi të gjakut të Jezusit, në për këtë rrugë të re dhe të gjallë që na e hapi Krishti me anë të fisit, që është korpi i tij, dhe duke pasur një pref të shkëlqyeshëm në krye të shtëpisë së hyjit, t'i afroheni në zemër të qeltër, me fe të plot, me shpirt të pastruar nga dërgjegja e keqe, dhe me trup të larë, me ujë të pastër të ruajmë të palëkunshme dëshminë e shpresës, sepse ai që na i dha premtimet është besnik. Fjala e Zotit. Alleluia, alleluia, lëvdojeni Zotin. Alleluia, alleluia, lëvdojeni Zotin. Shkoni e bëni nxënësit e mi, të gjithë popujt, thot Zoti, dhe ja, unë jam me ju gjithmonë, deri në të thosur të botës. Alleluia, alleluia, lëvdojeni Zotin. Alleluia, alleluia, lëvdojeni Zotin. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shejt sipas Lukës. Lumturit e qoftë hynë oso. Në atë kohë, Jezus ju tha nxënësve të vetë: kështu është në shkrim shenjtë, Mesisi duhet pësoj, e të ngjallët së vdekurit të tretën ditë. Në emër të tij do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke filluar prej Jerusalemit kthimi dhe falja e mëkateve. Ju jeni dëshmitar të kësaj gjëje. Dhe ja, unë do të dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim. Qëndroni prandaj në qytet, deri që të vesheni me fuqinë prej slarti. Atëherë i mori me vete deri në Betani, i çoi duart dhe i bekoi. E ndërsa po i bekonte, u nda prej tyre dhe u ngjit në qiell. Ata ranë përmbys para tij dhe e adhuruan, e me gëzim të madh u kthyen në Jeruzalem dhe vazhdimisht ishin në tempull, duke i dhënë lavdi hyjit. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Dashën vllazën e motra, Jezu Krishti i ka përjetue gjitha etapat e jetës
përvojat e jetës. Sot e festojmë pra ngjitjen e Jezusit në qiell. Siç e dëgjuam fizikisht Jezusi me nxënësit e vetë s'ka me qenë ashtu si përpara. Edhe kur I ka thonë Jezu Krishti që ku me shkue, kanë fillu mu piklue. Edhe I thot Krishti, mos t'ju shqetësohet zemra, është ma mirë që po shkoj. Kjo fjala është ma mirë që po shkoj, shpesher nuk e vrejmë që ka thonë Krishti është ma mirë që ashtu. Kush kishtë thonë që kjo festë ka shumë të bëj me jetën tonë? Shumë. A keni vrejt, në fillim njeri është me prend, familje, pastaj martohet, edhe me një farë mënyre ndahet fizikisht. Po kjo s'do me thonë që s'është e lidhur shpirtërisht me ta. Ka shumë përshëndetje, ashtu me thonë ardhje, kur I takojmë dikon e përshëndesim, po ka pastaj edhe miropafshim, ose lam të mirë. E Jezu Krishti, njëjtën gjë e ka bërë me apostujt. E ka ditë se çdo gjë në këtë botë, që është e trupit, ka edhe takime, edhe ndarje. E kjo na dhem. Sidomos do kalime që janë, për shembull, prej fëminisë që tu fillu edhe prej krahërorit nanës e që del në këtë botë, edhe aty është një ngjitje, në kuptimin që shkputet. Edhe aty e kemi festën e të gjiturit Krishtit në qiell. Sepse ajo përvoja është që tash ti pulon diçka e po hin diçka tre. Pastaj vjen koha kur fëmia rritet, fillon me shku në shkollë. E le shtëpinë, shkon te shkolla. Që edhe këtu njihet njeri I pasigurt, edhe pak gëzohet që përjeton diçka tre, po edhe apet ka një farë frike, çka po ndodh masanej. Pastaj e kena atë fazën kur fëmia e merr kungimin e parë. Edhe këtu është një fazë e re. Fillon me marrë kungimin, morfye, bën diçka tre. Pastaj vjen krezmimi, vjen një kohë kur e lëshon fëmijën, që prap do të mi thonë diçka lam të mirë. Mi thonë diçka tjetër mirë se erdhe. Edhe këtu e përjeton këtë festë që jenë të festusa. A pse sa ka gjona të përbashkëta me jetën kjo festë. Nashta si jemi as dvedishëm. Pastaj, ato që thamë, rritët personi tash fillon me shku në fakultet, për shembull, ose në gjimnaz. Prape në rën një shkollë, I thot lam të mirë, fillon një tjetër fazë. Pastaj martesa, ose bëhet preft, ose motër, gjithashtu, e le shtëpinë, prindrit, tash e ka një tjetër familje. Edhe në fund është ajo kur I thonë, kur e japëm shpirt, kur e lëshojmë këtë botë, kalojmë botën tjetër. Gjithashtu I thonë lam të mirë, por hymë me një fazë të re. E këto kalimet, por ne janë pak cikletshme si një njerëzit, nuk I përjetojmë bashkë me qef, por ka diçka ma gjepë se në këto kalime, se paramendojeni mos me aprej kërthizën, ashtu me thonë fëmijës, me ne gjithmonë kraharorin e nanës, s'kish më rrit, s'kish më bon njeri. Amo na njerëzit anojmë pak me gjithmonë si përpara. Jeta ecë. Jeta shkon përpara. Sun e nalë. Apostujt ka thonë, po ku po shkon o zotëri? Na se dim rrugën, ka jetë të shku kështu, Shëntoma e thotë, se ajo kon pak ashtu kështu me dyshime, kështu ka pas ma shumë dyshime, jo që kon I dopt kështu në kuptimin e besimit, po natyra ati u kon që ka pas shef me ditë shumë sene. Edhe I ka bëdo pyetje kështu me dyshime.
Ai Krishti kur ka thonë që po shkoj, ka thonë, nëse dim rrugën, çu po thue, ju e dini. Tani ka thonë Krishti, unë jam rruga, unë jam e vërteta, unë jam jeta. Edhe ne nga njerë thëmë, po tash ku kina me shku, shka ka me ndonë të ardhmen. E kur takomin lutje, sakramente, thot, po që unë jam tu, thot Krishti, unë. S'ki nevoj mu brengos. Qoftë, kur të fillosh me shku në shkollë, unë e ka me qenë këto kalimet. Pastaj, kur ta marrësh rrëfimin e parë, kungimin e parë, edhe këtu, unë ko me qenë, unë e ko me t'i falë në katët, unë e ko me t'u shqyje me kungim, thot Krishti. Tash kur fillon me hynë në fazën e pubertetit, në fazën e moshës rinore, prap vinë do farfrika, shka ka me ndodhë tash me muë në këtë fazë. Prap Krishti thot qëre, vaj shenjt, vullën po ta vendosin balë, që me di që ti e jemi. Edhe s'ki nevoj më friksue, unë jam me ty. Pastaj njeri kur të vendosë më martue, edhe këtu Zoti e prek, me sakramentin e martesës. Tash po e le shtëpin, po kryon familje tone, një qaj e pithu lam të mirë, një qaj e pithu mirë se ki arë, edhe këtu në të bekoj, thot Zoti. Shifesi, i kalon Jezu Krishti kretë këto faza me bekime, pagzimi, rëfimi, kungimi, krezmimi, urni shenjt, martesa, ka dhe vojimi, do momente që duke që vdiqe. Edhe vërtet nga njerë personi se nin vetën hiq mirë, edhe në këto momente, thot Zoti, që unë jam me ty. Edhe e merë vojnë shenjt, e ndjen që Zoti po të prek, po të ledhaton, ashtu me thonë. Shëve sa e mrekullueshme është feja jo ndashtë në vllazën e motra. Sa do që e kena atë frikën, se njeri normal, në njerëz jena, e ndjem atë frikën. Amo, mo jenë men që me qumet ka Zoti, sidomos kur vjen ato ndjene atë frikës, po një periudhë të re, dije që Zoti është me ty. Psalmet, 150 psalme janë. Vazhdimisht thot, mos ki frikë, unë jam me ty, ki besim. Dhe gjutë edhe psalmin e sotshëm, i mrekullueshëm. Pra, bashkë me mua lëvdojeni Zotin, le ta lavdroj emrin e ti. Pra, që vëse sa me shpresë është feja jonë. Jo që na e mohojmë, me thonë, hajtë se së është kur gja. Jo, njeri mund me ndje dhe frikën, pasigurin, dezorientimin, kretë këto janë përvojat njeri. Edhe Krishti u bon njeri, pikrish me thonë që kreti ku më kalu. Kreti di qysh njët njeri, edhe kur kale, edhe kur u rritë, bile edhe në një vend nëse ju kujtohet Krishti 12 vjeçar ka humbë. A i s'ka humbë kërkun, por prindja ka në ku shkoj, shka u bon. Edhe të na i qetëson, edhe pse u konë 12 vjeçar i qetëson, prind, po a nuk e keni ditë që du të më marrë me punë të atit tim, thot, u dash më marrë në tempull. A e ka kuptu që ashtu, por prind e kanë përjetu si rënd, i ku shkoj. A nuk është e vërtet që edhe na prind, ju prind, unë si atë shpirtëror, se edhe juve ju kanë familje shpirtërore, kur dikush nuk vjen kish, edhe unë e thamë, po shka o të ndodhë. Në me thamë, ose kur i ndodhë dikuj diçka, po dhe mu më prek, ashtu si kur se ju prender, do shta dhe ma shumë, se edhe jeni edhe fizikisht me ta, e kur marrin do një vendim matë malë njetë, sa do që i gëzoheni prapë se prapë e keni një fardhimbje. Edhe kjo është njerëzore, është normale, amo nëse se bën qatë hapë nuk
pjekësh, nuk bash njeri, si me thonë. E kalon Zotit që është. Mu rritë. Sa do që kem qef me nejtë në atë vjetërën si për para, ani ti kujtoj gjonat e përparshme, shëqër Zotit, falënderoj Zotit që i kujton me mall, qoftë fëminin, qoftë rinin, ama jeta ecë. Jeta shkon përpara. E çka është porosia e ngjitjes Krishtit? Që thotë është mirë që po shkoj se kam ju dërgu shpirtin shenjtë. E keni vret nga njëherë kur vdes ndonjë familjar, masi që të vdes thot, që shna ka lanë do fjalë, që shka thonë, që shto, që shka bon. Na kujtohen edhe ma shumë se sa që u konë kër u konë gjallë. Edhe fillon që ato fjalë, ose qaj shembull i jetës prindërve që kanë kalu për shembull në amshem, fillon më bo pjesë e jona. Njajta gjë ka ndonë me apostujt. Po thot, a di që shna ka thonë Krishti? Që shto do të me vepruje. Masi që ka shku. Atëherë ja kanë fillu edhe mi shkru bili do gjona se kanë thonë që na po vdesim, do të mjëllon, diçka, tyre shka jenë mas nesh. Edhe kanë fillu në më shpali, ka shkru shumë letra, 4 ungjit, Mateo, Marku, Luka, Gjoni, na kanë lënë sot e kësaj dite çështu na ka thonë Krishti, çështu ka bën Krishti. Sot e kësaj dite ato vepra, ato fjalë na formojnë shpirtin, na ngushëllojnë. Prandaj ka thonë Krishti është mirë që po shkoj. Është mirë edhe që krijohet familje e re. Sado që është e dhëmshme që tash më shkoj çika, që më shkoj djali, u martua ndek ne, prap se prap është mirë. Është mirë se rritet përgjegjësia, e marrin përgjegjësinë, krijojnë raporte me Zotin personale, ama është e mrekullueshme mi përcjell këto faza. E let na ngushëllon feja që sa do që na dhem zemra ose që kemi frikë nga njëherë këto kalimet mi ba, megjithatë mos të harrojmë kur se Zoti është, sidomos në ato faza është shumë i pranishëm. Shumë me dashuri na merr. Edhe atëherë kur do të mi thonë për shembull një të keqe jo, se nga herë edhe të keqes është vështirë mi thonë jo, sidomos nëse je mësue me një gabim, ose me një shprehi, ose veç me një mentalitet, do të mi lëshu do ide, do ku të marroj bota. Nuk ka marrë bota. Po është ma mirë. Është ma mirë milion do gjona, sidomos do gjona që u ka dollë boja, do gjona që tashti e ka kalua jo fazë, le të shkojnë, ani kujtoje, ama ti tash du të me hecë për para, dush me ba hapa, sidomos jo që keni mu krezmu dashtën të rinj, edhe jo që keni me marrë kungimin edhe rëfimin e parë me 15, por shmasjan të verës. Pra, let jenë edhe për ne familjinë, edhe për familjet tona, një rast i mirë, vërtet me ecë për para, mi bo do hapa, të gëzushëm. Ani pak na vjen një farë, një sikleti, kështu që po e lëm një fazë, tjetës po është mirë. Edhe gjithmonë manen men që Zoti i gëzohet që e kina bo një hapë. Dhe t'ju kujtohet edhe fëmija kër e ka bo një hapë caca, sa i mi gëzue. Se ashtu jetë për para, ashtu rritë. Ashtu do të me ndodhë edhe njetën tonë shpirtërore. Amen, qof levdu Jezu Krishti. Besoj në një hyjë të vetëm, Atin e gjithë përshtetshëm, krijuesin e qiellit dhe të tokës, të gjitha sendeve që shihen dhe që nuk shihen. Besoj në një Zot të vetëm, Jezu Krishtin, një të vetmin birin e hyjët, të lindur prej Atit para të gjithë shekujve, hyrë prej hyrë, dritë prej dritës, hyrë vërtet prej hyrë të vërtet, i lindur jo i krijuar, i një qenshëm me Atin, në përmjet të cilit janë krijuar të gjitha sendet, ai për ne njerëzit, dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit, e u mishrua për vërtet të shpirtit shenjtë, prej Virgjës Mari, dhe u bën njeri, u kryqëzua për menën Ponsin Pilat, psoi dhe u varros, dhe u gjallë të tretën ditë sipas shkrimeve,
e u gjithë në qiell, dhe vënët e djathtën e Atit, dhe përsëri do të vijmë në Atin, për të shikuar të shallët e vdekurit, e mbretëria e Tij do të ketë mbarim. Besoj në Shpirtin Shenjtë, që është Zot dhe jetëdhënës, që rrjedh prej Atit e prej Birit, që në Atin e në Birin adhurohet dhe lavdërohet, që foli me anë të profetëve, edhe një kishë të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike, dëshmoj një maksim të vetëm, për faljen e mëkateve, presin gjallës të vdekurve, dhe jetën e pasosur. Amen. Ati qiellor i ka dhënë çdo fuqi Birit Jezus i ngjallur dhe i ngjitur në qiell, që nga qielli ndërmjetëson për ne. Të lutemi duke thënë, dëgjoj o Zot lutjen tonë. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Që kisha të vazhdoj në botën misionit të Shpirtit të Kreut, të saj kisha të ngjallur dhe të shpall të gjithë popujve lajme të mira të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Që popujt e tokës, të cilët për shkak të terrorizimit dhe të fatkeqësive natyrore jetoj or ankthi, të fitojnë mbi të keqen, duke bërë mirë dhe të krishterë të vazhdojnë të dëshmojnë shpresën në Krishtin, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Që mjetet e komunikimit shoqëror të mbështesin vlerat familjare, dhe që pamja e Krishtit të vdekur dhe të ngjallur dhe i ngjitur te Ati ta riforcoj këtë angazhim të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Që besimtarët të dinë të përdorin me arsye mjetet e komunikimit për të rritur në kulturën e solidaritetit, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Që ata të cilët janë përgjegjës në qeveri përdorin me dituri mjetet e komunikimit, duke kërkuar të mirën e të gjithëve dhe duke shmangur çdo manipulim të së vërtetës dhe interes palësh, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Të lutemi edhe për fëmijët që kanë me marrë fëmin dhe kungimin e parë. Të lutemi edhe për kandidat për krezmim, që sa ma mirë të përgatiten, edhe kumartë, edhe nriknat, por edhe gjithë familjet, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. O hy, dëgjoj zërat e këtij populli që njeh në Krishtin e ngjallur nga të vdekurit, kryepriftin e gjallë përpara Teje, për me ndërmjetësu në favor të vëllezërve motrave. Bekimi yt e shoqërov gjithmonë ecjen e atij që beson të, ai jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Amen.
Lutuni o vëllezër e motra që flia ime dhe juaja të dalë e pëlqyeshme para hyjit atit të gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon fitjen e duarve të tua, ai e dha për ndjerën e fëmijëve të tij, si të përdovit tonë, dhe të mbarti kishës së tij të shenjtë. O Zot, po ta kushtoj me përvojtni këtë fli, në ngjitjen e nderueshme të birit të në qiell, bëj që me këtë shndrim të shenjtë dhuratash, të ngrihemi edhe ne në lumturinë qiellore, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoftë me ju. Lartësojmë zemrat, të falënderojmë Zotin hyjin tonë. Është punë e drejtë dhe drejt, është detyra jon dhe burim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkund. Ty o Zot ati shenjtë, hyj gjithë pushtetshëm dhe i amshuar, sepse Jezusi Zot, mbreti i lavdis, nga dhënjuesi mbi mëkatin dhe mbi vdekjen, unë gjithë në lartësi të qiellore, përballë engjëjve të mahnitur. Ai është ndërmjetësi midis hyjit dhe njerëzve, gjykatësi i botës, dhe zotëruesi i fuqive. Ai hyri para nesh në lavdin tënde, jo për t'u larguar nga gjendja jone për ulur, por që të kemi shpresë se dhe ne gjymtyrët e tij do ta ndjekim atje ku është ai, kryet dhe prisi. Prandaj njerëzimi në mbar botën galdon me haren e plotë pashkve, por edhe fuqitë e përme dhe pushtetet e engjëllore e këndojnë himnin e lavdisate, duke thënë pa pushim.
vërtet je shejt, o Zot, burimi çdo shejtërie. Ty pra po të lutemi shejtroj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd që të banë për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishti. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoi, e theu, u dha nxënësve të vetë dhe tha, merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoi, u dha nxënësve të vetë dhe tha, merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj o Zot, duke e përkujtu vdekjen e ngjalljen e birit tan, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e me të shërby Ty. Po të lutemi me përvojtni që shpirti i shejt me na bashku në një trup të vetëm, gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjen men o Zot për kishën tënde të shpërndar në katër anët e botës, për sosën dashni bashkë me papën ton Leonin, me i peshkin ton Dodën dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjen men edhe për vllaznit tanë e motra tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për gjithë ata që vdiqën mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e ftyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjër Hylinse, me Shën Jozefin, fatin e saj, me shetrit apostuj, me Shmasjanin dhe me gjithë shetrit, që gjithherë të pëlqyen, që të të madhrojmë dhe të të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o atë hyj gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shej, të qofsh do ndere lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Ta shtiftoj ata që kanë me marë kungimin e parë, le të vinë ka të elteri, a ka qashto, edhe ju ministrata e jeni këtu, që zbashku ta lusim uratën që na ka mësu Krishti, që gradin atë në këtu, ma e dorë. Me besim, shpresë dhe dashuri, ta lusim uratën që na ka mësu Krishti. Ati ynë që je në qiell, u shek loftë e mërë, armë e pia jote, u pa vonesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos na lep të mirë në tunel, por na liro prej keqit. Na liro po të lutemi o Zot prej gjithat këqijave dhe për mirësinë tënde, na jep paqen e ditët tona, e në saj të mëshirës sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke e pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishti. Ti o Zot je vet, ti je gjithë pushtetshëm, ti je i lumtur në
O Zot Jezu Krisht, ju ke thonë apostujve të tu, po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Mos e shikom mëkatet tona për fenë e kishës sate, jepi asaj sipas vullnetit ton paqe dhe bashkim. Ti që jeton e mbretron në shekujt e shekujve. Paqja e Krishtit qoftë gjithmonë me ju. Jepjani njëri tjetrit shenjën e paqes. Ja, qenjë I hyjt, ja ai që shlyen katët e botës, lum ata që të krishtur për gostinë e qenjit. O Zot, nuk jam I lirë, që të marr pjesë në krizën tënde, për thuaj një fjalë të vetme, dhe shpirtin të shkruaj. Orbi I Krishtit mbrojt kryetën e pasosur.
Shpirti i Krishtit më shëjtë në muë, korpi i Krishtit më shëjtë në muë, qarku i Krishtit dhe mgi muë, u i krahërit Krishtit më pastron muë, mundimi i Krishtit më forcën muë, o jam i Jezus më dërshën muë, dërvarte tua ishet muë, mas leja me u ka prej teje, prej armikut shpirtit ndërësot muë, filtët e kjesimet i firmuë, panë që unë dhime ty, e në shqetët e dhe ty, gjithmonë e motit jetës. Amen. Në mbarim ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen mesh, ju një moft kjo mesh gjithve. Pra, sot fillon një muj i muj qershor, kushtum zemrës Krishtit. Çdo muj zakonisht i kushtohet një të vërtetet feson, e gjatë këtij muji e lusëm edhe kurorin e arit, kujtohet ajo që na kanë mësue rinja, po e lumë Jezu Krisht zemër bute i përvojt, bajnë që zemra ime i përngjaj zemrës sate. Të martën është e martja e 12:99, mesha në orën 10 është në Gjakov. Ju që keni qef më marrë pjesë, se s'muni me shku fizikisht, muni me përcjell në Radio Marinë e Kosovës. Premtën është të premtja parë e mujit, për shpirtëria e 9 premteve të parat mujit, e kush i bën ka shumë, merr shumë hire, është mirë një ban. Dhe me thonë, premtën e parë të mujit rresh deri për zemër të Krishtit mund m'ja një skurdos, është me rëndësi, është mirë mi ban është mundët. Pastaj është e shtuna e parë, të dielën janë në rshajt. Pra përbyllet koha e pashkve. 50 ditë. 7 herë 7 është 49, e 50 të na është numri plot. Do me thonë, prandaj është edhe 50 ditë gëzimit. Çka ndodh në rshajt? Mi, zanca? A dini? Çka do me thonë rshajt? Çka ndodh? Cila festë është kjo? Zbret, kush zbret? Çka vjen? Qashtu, shpirti i shenjtë, Krishti bashkë është, ata janë këtë bashkë, shpirti i shenjtë, ati, po në mënyrë të veçantë shpirti i shenjtë, pra zbret mbi apostoj ditën e rshajve, e prej aty fillon kisha. Pa orë shpirti i shenjtë, apostojt në kanë ju në friksu. Kanë thonë kanë më navra dhe neve që të kanë vra Jezu Krishtin. Edhe ju në sheh. Amo me zënë e bekume u kanë ajo dhoma si përquhet, një dhomë ku u kanë darka e fundit, e aty janë mbledhë bashkë me zënë e bekume, i kanë shel dyrt ju në tut, se mos për navrasin edhe neve, se ju në përhap do lafe që edhe këta janë kanë zancit e ti, e amo tu lutë bashkë me zënë e bekume, ka shpirti, Zotit ju ka thonë forcë, të na kanë dalë, kanë prediku, atyre mas kanë pas frikë, edhe me vdek s'kanë pas frikë. Ja, këto e bën shpirti i shenjtë. E mënyrë të veçantë, ju që keni me marrë kreznimin, po dhe ju që keni me marrë kungimin e parë, gjithashtu keni me përjetu shpirtin e Zotit ma fort. E është mirë pra që me aqel zemrën, sidomos atyre ditëve përgatitore, që me rrëmbye shpirti i Zotit, shpirti i mirë, sidomos nëse ki menimet këqija, atëherë duhet me thirrë shpirtin e Zotit, shpirtin e mirë, me tarë menimet mira, se ajo është shpirti i shenjtë. Mirë, shtunën pra shkojmë lagj, motra veç ma ka dhonë listën, 47 me mund, edhe me motrën hanë. Por kanë metë edhe, janë 55, apo jo motrë? 55, gjithsej, kreznimit si keni shenua, ko ka mush, u kry, s'ka. Se unë i këmë thonë, ata që i kanë me ardhë me kreznim, i kanë për obligim. Unë e pi lexoj emnat. Jo që i keni emnin këtu, do një sa ma shpejt me dhonë kontributin, si që kena thonë. Për të rikën është 10 euro,
E për të ri është 5 euro, do me thonë pej klasës 5 e për pjetë është 5 euro. A për fëmiju, pej klasës parë, 2, 3, 4, jo. Do me thonë është falë, pagun familja pagun. Kuptohet që familja do të me shtu edhe diçka se kushton, në laqë, për në merë 700 euro. Mirë, me që ta thonë, kontribon edhe diçka edhe familja. Ju qik, do një mi marë fëmijit, atëre merë një po, gjithmonë do të më kanë dikush i afërt i tij edhe një certifikat lindjes mirë është me pas. Atëre, jenë emru Bukuria, Gresa, Antoni, Samuela, Suela, Besniki, Klementina, Nikolas, Blend, Manfred, Iler, Albert, Asina, Alket, Aurela, Paulina, Manuel, Endret, Dioneta, Elsa, Lorizzi, Valbona, Luisa, Arianiti, Elioni, Eriona, Loriki, Cristina, Arditi, Valbona, Samira, Suela, Shota, Shqipe, Patrik, Lavion, Dile, Cassandra, Prena, Loresa, Lorena, Arbesa, Elvere, Terezia, Stivo, Terezia, Kola, Motrahana dhe unë. Pra 47, amo kina me shtue, ju këmë thonë, ju që keni me vërë, krezmimi duni me arë. Nësë së të keni muzikë kalëzani, amo duni me arë, oke? Që? Elioni është për ma banë me gishta, që jo është okej. Kështu që nisja ka me qenë ora 6, për shkak se 4 orë me udhëtu edhe plus se bëjmë një pauzë dikun, kështu që në ora 6 më kollë të baqën. Ju që muni me zbrit keta që poshtë është edhe ma mirë, se është autobusi madhe, s'mund me hinje në rrugës, e ju lutna nëse mundeni zbrit një keta atje poshtë. Ju bashkë që dikush që s'muni atëre vjen dikush që mërë të baqën. Edhe mi u qitë tërë të ajo rruga e magistrales. Mirë, ashtu si që kena thonë, pra, shmasjani i verës si vjetin a marrë vesh me i peshim i mëzot Zevgashin me të 15, për trinin e shenjtë e i bje, edhe kungimin edhe krezmimin, sepse për shkak organizimeve tjera edhe juve, kështu që përbojmë një fest pak ma fort, kështu me thonë, edhe falenderojmë Zotin që i kemi motër janë 4 për kungim apo edhe 11 ose 12 në zgabofshë se një ose 2 janë për shkak të vitit kalu 3, okej. Po shpresoj që kanë me qenë si 12 apostujt se një 2 vetë jo kanë qenë për jashtë, jo s'pëdina këtu atje, tjera, po do ta sqarojmë. Kryesorja kemi mi pas këtu. E me 13-in pastaj është Shtanoj Padovës, Fesot Binj, Glogjan, Gjakov, Prishtin, e kështu me radhë, por javës tjetër i kalzojmë. Me 14-in, natën e festës Shmasjanit, kanë me qenë rrëfimet e para, ju 4 që keni mu kungue, e pas rrëfimin e parë, këtu, në kish, amo është edhe rrëfimi për juve që keni me marrë krezmimin, me 14-in e shtunën, natën e festës Shmasjanit. Me 14-in e shtunën, në 3 ora mas dite. Filojmë, qaksat ka nevoj, e në fund e përmbyllim me një mesh, pojmë meshën e thjeshtë, edhe rrëfehemi, ftoni edhe kumartë, në riklat, në ashtë në ajre rast ka që me lanë për fest, për ta dini që nëse në fest e leni mërfyja, është problem se ka shumë sene, jam i preokupu, ma ne, e është pytja ku me mujta në mërfyja. Ma mirë shpëtësone momentin shtunën, me 14-in shtunën, natën e festës, e janë në 3 masdite mërfyja. Unë po shpresoj që ku me gjithë edhe një preft për më mrimue, po ta shohim. Tërësat keni nevoj në kumenejt këtu, tërësat keni nevoj mërfyja. Pra me 15 është edhe kungimi i parë dhe krezmimi, e mas meshe ju lusë pak me ushtu do kanë. Kërkojnë djesë që s'ko mujt me ardhë para meshe për shkak kolonës edhe do punëve që më kanë dalë, e nuk mujta me mëri për mësim feje, po pimojnë një 15 minuta, edhe po kënojnë pak pi ushtrojmë do kanë, nuk ju maj shumë. Por me që dhe ta nalmi t'i përgjedhmi do kanë që kina miknue, përgatitemi për fest, e i përshëndetësim edhe 2 musafir, Agimin edhe Zojen. Agimi është vllai jem, ka ardhur prej Zvicre, e më vjen mirë që po shihemi, e kena me kalu pak këto ditë zbashku.
E falim njerëz që keni ardhur edhe mesh me kremtu bashkë me neve. Mirë, atëre çomin kam edhe ta marrëm iki. Të lutemi. O hyj gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, që mbi tokë na jep mundësi t'i kremtojmë misteret qiellore, bëj që zemrat tona të kërkojnë të jenë atje, ku Krishti që u bashkua me natyrën tonë, sot ka hyrë në lavdi, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Tash kom ju dhënë bekimin solem. Zoti qoftë me ju. Në këtë ditë kur i një lindur i biri i hyjit unë gjithë në qiell, ju bekoft hyji dhe baftë që edhe ju të arrini lumnin e Parisit. Krishti pasi unë gjallë se vdekuri, ju dëftu në nxënësve të vetë, e paçi fatin e mirë, t'ju dëftohet edhe juve ditën e gjyqit dhe t'ju marrë me veten lumnin e Parisit. Krishti që në lavdin e vetë rrinë të djathën e atit, ju dhasht fatin e mirë ta gëzoni pranin e lumet të ti në parajs për gjithmonë e jetës. Dhe bekimi hyjë gjithë pushtetshëm, i atit e i birit dhe i shpirtit shenjtë, ardh mbi ju e qëndroft për gjithmonë. Mesha ju nimoft, shkoni në paqe. Yes.